Që do të thotë që suksesi, rezultati, ndryshimi nuk ul pritshmëritë, i rrit pritshmëritë. Ka dhe më mirë. Nëse në shoqëritë e varfra ka dhe më keq, në shoqëritë e zhvilluar apo në ato ku zhvillimi hyn në fazën e re të pakthyeshmërisë, siç është rasti jo, ka dhe më mirë. Dhe sigurisht që ka dhe më mirë. Dhe kjo është shenja më e sigurt që ne sot jemi zyrtarisht në një fazë të re. Pse them zyrtarisht? Sepse më kujtohet që kur mbas zgjedhjeve të fundit, unë në një mbledhje të mbyllur këmbgula që 83 mandatet janë një bekim, po aq se janë një mallkim, më thoshin çfarë është ky mallkimi, pse mallkim ne në rregull jemi. Jo. Sepse jemi në një fazë të re, të marrëdhënies së çdo kujt që jeton në këtë vend me veten, me vendin, me shtetin. Dhe programi është një nga instrumentat që e adreson këtë fazë të re, duke u nisur nga prezumimi që rilindja urbane që ne njohim e ka kryer funksionin e saj. Tani duhet kaluar përtej. Dhe para se të kalojnë në disa nga pikat që kam shënuar, po i kthehem asaj që tha ministrja, lidhur me papunësinë. Gjitha do janë shifra reale. Por prap do t'ishte gabim i madh të mendohej që ata që i refuzojnë ato shifra si një arsye për të ndjerë mirë, po përkundrazi i marrin ato shifra dhe thonë çfarë punësimi? Këtu kush punon në sklav? Këtu t'japin 200 euro. Këtu është mbase gabim në mënyrën se si i formulon gjërat, por është në pritshmëri shumë më të lartë. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Dhe nëse e përmendi kryetarja e Bashkisë çështjen e shesheve kryesore. Nëse sheshi kryesor është fytyra e një qyteti, sheshet kryesore të qyteteve tona ishin fytyra e degradimit dhe dorëzimit përpara fatit të çdo qyteti. Edhe të sheshit Skënderbej i asaj kohe. Dhe dalja nga degradimi, rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, qerdhet, ujësjellës, kanalizimet, se do vi dhe tek çështja e ujësjellës, kanalizimeve, i përkisnin një faze kur Shqipëria, njerëzit filluan të besojnë tek vetja. Filluan të besojnë se Shqipëria mund të ishte e bukur jo thjesht nëpër male,
edhe 100 metra nga bregu kur notoje, se 100 metra e para ishin hallën vete, por mund t'ishte e bukur dhe mund t'i prezantohej bukur kujdo që e jetonte ose që hapte derën për vizitor. Tani, nuk jemi më në fazën që na mungojnë këto. Mua më kujtohet, gjithmonë më shumë, kur mbillnin pemë në Tiranë, ishte sikur jepnim shfaqje. Njerëzit ndalonin dhe mblidheshin rreth pemëve. Kur kemi mbjell kumblla dhe kuqe tek rruga e Kavajës, bllokoi trafiku sepse njerëzit shifnin mbjelljen e pemëve. Kishin ndjesinë e jashtëzakonshme që po kthehen pemët në qytet, se ishin sagatuar dhe prerë nga të katër anët. Sot ata që s'kishin lindur në vitin 2001, 2002, 2003, 2004, as nuk e kanë idenë që 90% e pemëve 90% e pemëve që janë në rrugët e Tiranës janë mbjellë në atë fazë.